Ndonë se i gjithë diskutimi u zhvillua në mbledhjen e Këshillit, ku të pranishëm ishin 11 anëtarët, në përgjigjen me shkrim të dhënë për betimi për drejtësi, Këshilli thotë se Smel po zbatohet në të gjitha prokuroritë. Smel është duke u zbatuar nga të gjitha prokuroritë e Republikës së Kosovës, përfshirë edhe shkëmbimin elektronik me sistemin e policisë, gjykatës dhe regjistrit civil dhe të bizneseve. Por zëvendës kryeprokurori gjatë asaj mbledhje konfirmoi se lëndët nuk ndahen me Smel, edhe kur u pyet nga anëtari Arjan Gashi. Prokurori Valdet, është dur një pyetje nga përgjigjja juaj që thatë në pyetjet e anëtarit Visart, teksu që në Prokurorinë Speciale nuk po zbatohet sistemi smilindarje flamësh. Është saktë. Arsyet i vet që, domethënë, është dikur tjetër kompetent atje legjatin e përmend, do thotë si person kompetent edhe ai din më tepër për këtë çështje. Unë veç ju informoj juve që ekziston një rregullore për ndarjen e lëndës, e cila ka përcaktuar vetëm një formë të ndarjes së lëndës që është me smilit. Për këtë rregullore, nëse kjo rregullore, tash të pjesën e dytë që po e cekni, nëse ka arsye për më të përjashtu, atëherë duhet me vendim të domethënë kryeprokurorit, nëse ka konflikt interesi apo rrethona tjera, që duhet një lëndë të ricaktuar tek prokurori tjetër dhe ato çështje teknike ju që i përmend, ne i kemi pas njëjtat në apel, i kemi tejkaluar shumë mirë, sepse sistemi mund të modifikohet, se ka një problem në kuptimin e ndarjes tonë. Mirë po, çdo lëndë duhet të ndahet përmes sistemit SMIT. Sistemi SMIT është një sistem më të avancuar që ka Kosova në raport edhe me vendet e rajonit dhe besoj që është bërë investim i madh. Prandaj unë po shpresoj që të ardhmen do të reflektoj prokuria speciale dhe ndarja do të bëhet përmes sistemit SMIT, që është më transparente dhe besoj që nuk leven ndoshta për koment. Gashi theksoi prap se ka të bëjë me probleme teknike, e jo sipas tij mungesë vullneti për zbatimin e Smilit. Unë nuk kam qenë më keq kuptuar. Është probleme që ne si prokurori speciale nuk kemi vullnet me veç mos të ndalojmë këtë mënyrë, s'kemi vullnet me zbatuar sistemin si. Unë thash, është një problem teknik, të cilin kam dhënë, domethënë zyrtari përgjegjësor për menaxhimin e Smilit, me trajtu ndarmen për mënyrën se si me bë dizajnimin e Smilit një përshtat për prokurori special. Kjo ka qenë përgjigjja e tij. Nuk ka arsye tjetër, sepse ne jemi vetëdijshëm që kjo është obligim, domethënë që ka secila prokuror. Po, pas parasysh faktin që dhe me aktet ligjore, ligjore, të do që janë ato, lejohet edhe ndarja manuale, sipas vlerësimit të kryeprokurorit, ky pas parasysh një rrethon të tillë veprohet këtë mënyrë. Po është kështu në rëndësishëm që ato që thash edhe më herë që ndarja bëhet në mënyrë shumë të rregullt, domethënë nuk ka ndonjë pakënaqësi apo ankesë nga asnjë prokuror deri me tani për mënyrën se si ndahen. Sipas zëvendës kryeprokurorit, ndarja e lëndëve nga kryeprokurori Bleremi Sufaj është shumë transparente. Është shumë transparent prokurori në ndarjen e këtyre lëndëve dhe ka në qasje secili prokuror në regjistrin e ndarjes lëndëve. Cili do prokuror që mendon apo dyshon për mënyrën se si ndahen.